mbrëmje fond mbledhëse për shoqatën Malësia e Madhe. Në ambientet e QAO, në pronësi të bashkëtetaritë malësor Zev Gjelaj, u zhvillua mbrëmja tradicionale fond mbledhëse e shoqatës Malësia e Madhe në New York. Është një traditë pothuajse gjysmëshekullore mbledhja e komunitetit malësor të New Yorkut çdo fund viti për të kontribuar financiarisht në mbështetje të vendlindjes Malësisë. Fondet e grumbulluara menaxhohen nga shoqata Malësia e Madhe dhe përdoren për projekte zhvillimore, kulturore, arsimore, humanitare, si dhe për organizimin e aktiviteteve që ndarojnë historinë e rojnë të trashëgiminë tonë kombëtare. Shoqata Malësia e Madhe është një nga shoqatat më të vjetra shqiptare në Shtetet e Bashkuara dhe një shtyllë e rëndësishme e kontributit të diasporës malësore gjatë 33 viteve të veprimtarisë. Shoqata ka kaluar vlerën e $10 milionë në kontribute, ka ndarë mbi 1000 bursa për student, ndërsa vetëm gjatë viteve 24-25 diaspora malësore ka grumbulluar $2 milionë. Këto janë bërë kontribute për rindartimin e shkollave në Skorraq në Kshev, 220.000 për rekonstruksion e rrugës Pashkallës, 100.000 për hapjen e qendrës zjarfikse në Triezh, 600.000 për ndërtimin e kishës katolike në Kakarriq, 180.000 për përmendoren e Gjergj Kastriotit, 200.000 për bursa për student e para të tjera. Vetëm mbrëm, diaspora malësore e New Yorkut kontriboi me $100.000 në takimin e përshëndetën kryetari i shoqatës së Malësisë së Madhe në New York, Senat Lunajnaj, si dhe veprimtarët e njohur të diasporës Nikol Junçaj, Gjek Gjon Lekaj, Rasim Nikaj, Niki Bojaj dhe Vasel Ulaj.